Kurrë mos e hani darkën në këtë orar, ju dëmton zemrën. Shumë njerëz e hanë darkën edhe pas orës 19 dhe akoma më shumë preferojnë diçka të shpejtë edhe përpara gjumit. Mjekët paralajmërojnë se koha e të ngrënit mund të përbëjë një faktor risku për shëndetin e zemrës. Ora biologjike e trupit të njeriut ndikohet nga tretja, metabolizmi dhe hormonet. Rrjedhimisht është e logjikshme të mendohet se koha e ushqyerjes mund të ndikojë në trupin tuaj dhe regjimin ushqimor. Kur vjen puna tek sëmundjet e zemrës, ajo që ka rëndësi është edhe cilësia e ushqimit, pra jo vetëm koha e ngrënies. Nëse stili i jetesës u lejon që të ushqeheni në orët e vona të mbrëmjes, atëherë të paktën siguroni që të konsumoni ushqime të cilat nuk janë të këqija. Kështu, është e rëndësishme që darkën të mos e konsumoni më shumë se 3 orë përpara se të shkoni për të fjetur, pasi mund të ndikojë në një sër procesesh siç është për shembull edhe shëndeti i zemrës.